Një skuadër handbolli nga universiteti, duket se tradita e këtij sporti është shkutur edhe në sektorin tuaj. Sigurisht, ne morëm pjesë, edhe para 2 muaj morëm pjesë tek kampionati që u zhvillu ndërmjet universiteteve, dhe dorë me kampion, me ekipin edhe të femrave edhe të meshkujve. Ndërkohë sot ishte një ftesë nga ekipi i vllaznisë handbollit vllaznisë Shkodrës për të bërë një ndeshje miqësore. Kjo është edhe një formë edhe promovimit të sportit handbollit edhe për universitetin, ndërkohë që edhe na shërben për të ardhmen për përmirësimin e cilësisë të këtij sport. Ne si universitet, ekipet tona, siç e thash, janë shpall kampione dhe ne presim në muajin maj do të marrim pjesë në kampionatin botëror ndërmjet universiteteve që do zhvillohet në Prishtinë, në Kosovë. Ekipet tona, ekipet e Universitetit Shkodrës, duke qenë ekipet kampione, si të femrave dhe të meshkujve, janë përfaqësuese të Shqipërisë në këtë botëror. Një hap pozitiv ky për handbollin shkodran. Do të thotë një bashkëpunim me vllaznin apo do të krijohen ekipet tuaja për të marrë pjesë në kampionat të pavarur si universitet? Ne si universitet marrim pjesë tek kampionatet që zhvillon federata studentore universitare. Ndërkohë, për ekipin e vllaznisë ne gjithmonë do të jemi suport, si universitet do të jemi suport për ta, për të bashkëpunuar dhe për të ofruar ndihmën tonë ka këtij ekipit. Ka dëshirë nga studentët dhe çfarë cilësie kanë ky ekip? Absolutisht, dëshira është shumë e madhe. Biles ne vërim një interes të jashtëzakonshëm dhe në evenimentin siç e thash, i morëm pjesë, kishte një angazhim serioz si nga vajzat ashtu edhe nga djem. Faleminderit nga ju.